Përshëndetje të gjithëve, ja tek rikthehemi sërish në podcast me doktorin. Sot kam kënaqësinë e veçantë të kem të ftuar doktor Klevis Thomaj, mjek otorinolaringolog në Qendrën Spitalore Nën Tereza dhe po ashtu pedagog në Fakultetin e Mjekësisë. Përshëndetje doktor. Përshëndetje, kënaqësi për mua. Faleminderit që pranuat ftesën tonë. Në fakt ju keni një fushë që është jashtëzakonisht shumë interesante. Ti je një mjek kirurg, otorinolaringolog, është një fushë e gjerë. Kur kemi qenë student, gjithmonë e gjykonim si një fushë ku ti ke disa, le të themi, shërbime që duhet bësh, edhe sigurisht është e vështirë dhe ka dhe bukurinë e vet. Pse keni zgjedhur të jeni në këtë profesion? Në fakt ka qenë një zgjedhje ndër disa që kisha kur zgjedhëm specializimin. Specializimi zgjidhet në bazë të konkursit edhe dikur dhe tani, ku në bazë pikëve të zgjedh specialitetin dhe unë zgjodha ato që ishin me O, që më pëlqen dhe më shumë, që është obstetrika, ortopedia dhe urologjia në këtë renditje. Nuk pata mundësi ta merr obstetrikën se shumë e kërkuar dhe u mor në moment. Dhe pastaj zgjodha urologjin për ato arsye që thatë juve, pra që është një specialitet që ka të paktën vetëm nga emri 3 fusha, që mund të ishin dhe në disa vende janë subspecialitetet ndryshme. Pra që është veshi, që është hunda edhe fyti, laringu. Por duhet të përfshirë dhe qafa, kirurgji i qafës, dhe do të përfshirë edhe gjithë koka në përgjithësi. Përveç kësaj është një specialitet që ofron dhe opsionin e kirurgjisë, ose mos merresh me kirurgji, merresh vetëm me diagnostikim, dhe ka një fushë të gjerë studimore. Dhe është nga pak të specialitete që ka edhe onkologjin, edhe kirurgjin plastike, edhe ekzaminimet, edhe të gjitha me radhë. Është një fushë ajo që tham shumë e gjerë. Dhe pyetja që do thoja unë është, nëse do zgjidhje sot, a do zgjidhja në një specialitet tjetër? Jo, nuk do zgjidhja. Nuk e shikoj veten. Kam gati 18 vjet që jam në fushë. Nuk e shikoj veten në asnjë specialitet tjetër. Madje të ikën dhe kurioziteti për të provuar pastaj. Jam mirë sepse këtu ke aq shumë për të provuar sa mund të futesh në deg të ndryshme. Dhe të vazhdosh punën, siç po bëni tani praktikisht. Doktor, ju thatë që keni 18 vite eksperiencë, një numër goxha i gjatë, një karrierë e pasur. Sigurisht unë doja të dija pak më tepër në lidhje me profesionin tuaj, në lidhje me rastet klinike, në lidhje me punën që keni realizuar. Në këto 18 vite, cili ka qenë ai rast që ju mbani mend të kujtoni si një rast jashtëzakonisht shumë të veçantë në karrierën tuaj? Edhe këtu doja të bëj specifikim që mjeku, themi gjithmonë që njeriu ka në krahun e vet të lexuarin, pra që ka një ujë të freskëta të gjëra, kurse me moshën lidhet eksperjenca. Dhe mjekësiu nuk do thoja një rast. Mjeku dhe njeriu, domethënë mjeku i ri është si një fëmijë i vogël, që në mendjen e tij ngelin dhe disa episode që duken të parandësishme në sytë të tjerëve, por ngelin disa episode të mëdha, sigurisht që nganjëherë mund të jenë traumatike, nganjëherë mund të jenë inspiruese etj. Kështu që në specialitetin, në eksperiencën time kam parë jashtëzakonisht shumë episode. Edhe episode fare të thjeshta, ja po them një rast. Ka vite, fëmia do të jetë adoleshent tani. Adult fare. Dhe më thot një kolege, ishte mbas dite, kalova në spital për çështje tjetër, dhe thot një kolege, ky fëmia thot, ai ishte diku te 2 muajsh maksimumi. Thot nëna që është mbytur e kështu ashtu. Edhe i them unë, aja hape gojën, pse është fëmijë shumë i vogël. Pa hajde hapi atij, pse më çmerrsha unë pak më shumë atë punë. Dhe i hap gojën fëmijës dhe gjej etiketën e një veshje që kishte pas fëmia, që e kishte grisur, ishte etiketa lec, kjo etiketa e blerjes, etiketa e vetë e rrobës, që është e qepur në te, që ishte gjetur në qellë, në palatum. Dhe unë hap gojën edhe shoh etj, s'ka rëndësi, mos bëm dhe ngela dhe me njëherë futa gishtin e nxorë, sepse ajo është vdekjepurse praktikisht për fëmijë. Dhe një rast kaq i thjeshtë, që ishte diçka 3 sekonda, të bën të mendosh që mos nënvlerësosh asnjë rast tjetër. Domethënë, çdo rast, sado i thjeshtë që të jetë, duhet i kushtohet rëndësia vet. Edhe pse me kalimin e viteve ti i ndan rastet shumë kollaj. Pra po të marrë një shembull, një fëmijë që është 2-3 muajsh, përgjithsisht nuk smuret, nuk bën otit media, nuk bën infeksion veshi. Por ne kemi në ditë, po të rishërojnë në spital, ke dhe 20 fëmijë që vinë nga pediatria, thonë ky është smun nga veshi. Dhe ti e di shumë mirë që
nga gjithë fëmijët që shkojnë pediatri, 1 ose 2 në vit do vinë të smur nga veshi. Po flas për 9-3 muajsh. Sepse kështu janë shkaqet anatomike dhe nuk smuret përgjithsisht fëmia nga veshi. Dhe kështu që ti je detyruar që për mos me nënvlerësuar si rast ti shikosh gjithë. Absolut. Pra, sepse raste ka shumë, pastaj ndoshta do të diskutojmë më vonë. Por këto janë gjërat që nuk duhet nënvlerësuar asgjë. Po përsa i përket urgjencave, ju sigurisht sapo thatë që në urgjencë ka një numër të konsiderueshëm rastesh, edhe pa diskutim. A ka ndonjë rast që ju e kujtoni në karrierën tuaj në një nga urgjencat që ju keni qenë ose në një nga shërbime 24 orëshe ku jeni përballur me një rast vështirë, ndoshta një rast të veçantë, një rast që ka kërkuar një menaxhim të konsiderueshëm? Ka shumë raste. Urgjencat ORL, shumica e tyre janë sigurisht dhimbje veshi, smur nga bajamet, abscese peritonsilare, etj. Por në çdo ditë ka raste që janë të rëndësishme. Dhe ka raste që ndoshta ti duket habi, po populli e ka thënë gjithmonë që edhe për një hal mund vdesësh. Dhe hala është, po themi hala, është jashtëzakonisht në qoftë se ajo penetron komplet në qafë dhe zhduket, për shembull, mund të shkaktojë se është i trupi huaj në qafë, është i trupi huaj në mish, është si plumbi që ngelet në mish gjatë gjithë jetës që bën infeksione pasere. Dhe një rast që mbaj mendun që realisht ishte edhe si ishte urgjencë, ishte ideal që kishte ndodhur një aksident në Kosovë, aksident pune, shumë rast i thjesht, ku ai duke goditur ishte punonte me makineri të ndrënda, ishte shkputur i pjesë metalike duke rregulluar ekskavatorin që dhe ishte ngulur më këtu në qafë. Edhe vjen të neve, jashtëzakonisht njëri bashkëpunues, e dinte çka kishte, sigurisht ajo ishte një pjesë që ishte edhe jo tamam çelik inox, ishte një metal që edhe kishte dëmtuar edhe mishin rreth për qark. Unë fusa dhe neta 1 orë e gjysmë atë. Bashkëpunoj maksimalisht, ajsa ajo pjesa që unë arria ta i afrosh si flës metalike me lëvizte pastaj në përjind. Dhe tha mund çoh, e marr me qaftë hapur, do shkojmë të bëjmë një grafi thashun. Duket e çuditshme, po ai person ishte bashkëpunues. I vura 2 age aty ku dyshoja, shkon për grafin dhe i gjetëm halën. Por ndërkohë kishte një person që po lëvizte nëpër spital me qafën e hapur. Por i bëri mirë vetes, le të themi kështu. Sigurisht në anestezi lokale, pa dhimbje dhe pa hemorragji. Raste të tilla ka plot. Një rast tjetër që vinte nga një zotëri në mosh, ku kishte bërë një aksident me bicikletë duket e çuditshme kur e dëgjon. Pra ai zotëria po çonte qumsh nga fshati në qytet. Pesha e qumshit kishte thyer timonin e bicikletës dhe timoni ishte ngulur në rrënjë të hundës. Dhe kishte shkulur komplet hundën. Dhe hunda mbahej vetëm me lëkurën këtu anash. Vjen zotëria, kishte qenë në spital të Kavajës, kishte qenë në spital Durrësit me një hemorragji të madhe. Edhe vjen te neve pas disa orësh, unë e kisha anash e kishte një garës për të tamponuar hemorragjin. Futet në sallë, një zotëri fantastik, shumë i qetë, sigurisht me anestezi lokale, sepse nuk kishte nevojë për anestezi gjenerale, kur s'ka nevojë për anestezi gjenerale, nuk e pse ja bën. U desh rreth 1 orë gjysmë që ndalë hemorragjin, sepse isha hapur një enë e madhe gjaku, që është hemodali anteriore, që ka goxha flus gjaku dhe nuk e ligon dot në literaturën, nëse ju ja themi studentëve ne, themi për të ndalë të enë, shërben kjo dhe ligaturat, s'ke ku ta kapësh. Në moment që të shequr në gjithë me kockën, nuk e ku ta lidhësh. Se ndalë hemorragjia, kisha një mjeke tjetër asistente, thash unë të rregullojmë hundën, hunda do. S'ka si problem, tha, po i ndej një hundën këtij, tha, nuk e. E çova hundën vonë, e qepa. Pas 3-4 ditësh ishte shumë mirë, zotëria. Edhe kur edhe pas qohë që pendi ishte shumë mirë, hunda në vend, gjithçka në rregull. Dhe gjatë gjithë kësaj periudhe që si qëndrimi në spital, si pas qëndrimit në spital, pacienti ishte jashtëzakonisht i qetë. Domethënë e bëri urgjencën reale, që ishte urgjencë reale ku po humbiste hemorragjin se është arterie etmoidale. Është arterie që vjen shumë afër degës kryesore që ka fluks madh dhe gjaku. Ma i lehtësoi punën jashtëzakonisht shumë dhe mua më duk një gjë më shumë argëtuese në kryerjen e saj se sa stres. Pastaj ka situata stresante, ka sa duash sigurisht. Dhe situata stresante sigurisht janë lidhen me hemorragjin, lidhen me
dispnem, pra me mungesën e marrjes frymës të pacientit, që janë pacientët kryesisht me kancer, lidhet me absceset e mëdha që prekin gjendjen e përgjithshme. Për shembull, absceset e qafës. Ka pas një komplikacion në rast që ju e kujtoni që është komplikuar për shkak të tillë problemeve të tjera që ka pas abscese ose tumori? Mjekësia pa komplikacione është një utopi që domethënë nuk di. Nëse shikon filmin më absurd të mundshëm të njeriu që shkon nëpër planete edhe lëvizet e ka pushtuar gjithë universin, ajo është më pak utopike se sa mjekësia pa komplikacione. Kështu që sigurisht që ka pas raste. Fatmirësisht shumica dërmuese e tyre zgjidhen. Unë po thoya që zgjidhen dhe më shumë se në Amerikë. Domethënë kjo duket sikur si absurde. Amerika i mat gabimet mjekësore. Dhe vdekjet nga gabimet mjekësore në Amerikë llogariten si 150.000 vit. Nga gabimi i pastër mjekësor, 150.000 në vit. Fati në Shqipëri përgjithsisht është që koha, po themi është një kohë indikative, po flasim për urgjencat, po këtë po marr si shembull për të gjitha. Age është shumë e shkurtër. Pra të gjithë neve pak a shumë mund të vonohet pacienti 1 orë kur shkon te urgjenca, mund të vonohet 1 orë. Nuk po flas për urgjencën tonë, sa është urgjencë që proponon më shpejt. Por jo 8, jo 11. Dhe pastaj vonohet për kryen e procedurave. Ne kemi arritur një pikë tani në shëndetësinë tonë ku skaneri është bërë madje pak më i shpeshtë se ç'duhet. Pra vjen pacienti brenda orës parë, po flas në klinikën time, në shërbimin tonë, mund të ketë ka mbaruar analizat, ka mbaruar skanerin. Sa unë kam thënë tani uleni çik te skaneri, të mjekëve të ri. Okej, fakti që kemi zot që do bëjmë gjithmonë. Kur vjen diagnozën pa atë dhe kur kemi dyshim të vogël, vazhdojmë me atë që kemi. Pra sigurisht që komplikacione ka, dhe komplikacione dhe vdekje prurse ka. Më kujtohet një rast ku vjen pacienti me një absces qafe, goxha absces. Nuk ka shumë ky rast. Edhe futem unë dhe drenoj nga fyti, domethënë nga goja, nëpërmjet endoskopisë, pra futem me tuba e drenoj, pacienti u përmirësua. U përmirësua shumë sa doli xhiro është. Të nesër në rastisht që 2 pacientët që ishin, unë nuk isha fare në spital, isha diel duket. Ose shtunë, të shtunë e pash pacientin. Të nesër më bën infarkt pacienti, pa lidhje me problemin që ishte. Lidhje mund të pasë, është lodhur organizmi. Dhe jo vetëm ai, po dhe tjetri që ishte, një pacient tjetër. Rastisht të 2 bën infarktin të kohë. Të 2 pacientët. As infarkt, dyshoj nuk e di çau bë, po dyshoj që ka mund të qenë infarkt, ai u trajtua si infarkt pastaj në kardiologji. Kështu komplikacione ka gjithmonë. Ideja është që një mjek që të përvecoj, që nuk arrin asnjëherë ta përvecoj plotësisht, specialitetin e tij nuk duhet mësoj çfarë duhet bëj. Pra nuk kemi një operacion, heqja bajameve, më i thjeshtë, po themi. Nuk duhet mësoj se si ishin bajamet. Sigurisht do ta mësoj se është hapi i parë. Po quhet e përvetësuar kur ai mëson komplikacionet e heqjeve të bajameve. Pra hemorragjin etj. Pra në moment që ti ke mbyllur ciklin, atëherë quhet që ti e ke përvetësuar deri diku. Dhe jo vetëm ti, por puna mjekësi bëhet në ekip. Pra nuk kirurgu pa reanimatorin ç'do bëj? Do punoj ato gjëra që bën me lokale. Bësh ndikur shumë gjëra me lokale, po tani nuk është me anestezi lokale. Infermieria. Po dhe sanitarja fundi a fundit. Sepse kur ke një rast të rëndë dhe sanitarja nuk mund ta duhet të jetë prezente, po themi, që infermieria të lirë mos merret me duke pastruar gjakun nëse ka raste që ka hemorragji të madhe. Është punë ekip. Kështu që është punë ekip. Dhe pastaj kjo zjerohet, jo vetëm kirurgu, mjeku, reanimatori, por zjerohet radiologu. Zjerohet mjeku i laboratorit. Është një ansambël që punon që ti të kesh rezultat mirë dhe pastaj të mbyllësh edhe ato komplikacione që po diskutojmë bashkë. Sepse nëse ti ke një absces qafe, ty të duhet menjëherë ta shqyrë Zotit, bashkëpunimi shumë i mirë. Do të marrësh telefon vet radiologun, thuaj lutem, më thuaj deri ku ka shkuar abscesi. Më thuaj anatominë e abscesit. Që kur futem qaf, mos futem qorrazin. Ta kem të saktë. Po ta kem të saktë që vetëm me një shpim
unë të shkoj. Doktor, do doja të pyesja edhe diçka tjetër në fakt, në raport me pikërisht komplikacionet, a ka ndonjë rast në karrierën tuaj që e kujtoni që puna është bërë jashtëzakonisht shumë e mirë, por le të themi përfundimi nuk ka qenë i mirë i tij për shkak të shumë arsyeve, por që vërtet ju ka ngelur në mendje ndoshta nga kontakti me familjarët e tij, ndoshta me personin vet. Do të them dy raste që janë dy janë ndryshme medaljes. Sëmundja onkologjike dim që dhe mund mos shkojë mirë. Pra, fatmirësisht në kohën ku jemi, onkologjia ka ecur goxha përpara dhe mbijetesa është goxha e lartë e pacientët. Ishte një paciente, e kam takuar para një viti për e fundit, por kjo histori ka gati 12-13 vjet. Pra është gjallë pacientja. Që nuk vjen në spital me një metastazë në qafë. Metastazë. Që quhet metastazë pa fokus primar, pra pa kancerin primar. Unë dyshoja që ku ishte kancer primar. Pra dyshoja, shifja një masë në skaner shumë të vogël, mikroskopike, në nazofaring. Do më thënë, skaneri sot, edhe kur ke çumçakizi në gojë, e nxjerr pa, edhe i cop vogël çumçakiz të kesh në gojë, e nxjerr që është aty. Jo çumçakiz, mund të nxjerrë sigurisht masë. I mora biopsinë në qafë, doli kancer, nuk dihesh te ku ishte origjina. I marr biopsinë aty në nazofaring 2 herë ose 3 herë. Doli të 2-3 herët negative. Filloi trajtimin onkologjik pa fokusin primar. Mori dhe biopsinë satorium. Ishte një zonjë, kishte 3 kalamaj, një zonjë e mrekullueshme. Bëri një metastazë tjetër vertebrale, pra shtyllë kurizore, lumbare, në distancë. Pastaj doli metastazë, filloi dhe trajtim pra metastazë. Gjatë kësaj kohe u gjet edhe kanceri primar që ishte gjysmë centimi. Pra një kancer gjysmë centimi kishte bërë Gjithë shpërndarje. Pra ajo kishte bërë disa metastaza, kishte bërë disa herë trajtim. Sot është gjallë. Pra megjithëse nuk u gjet kancer primar, megjithëse u futëm deri diku qorrazi, pacienti është gjallë. Ka ana tjetër e medaljes. Një pacient e re, po me tjetër diagnozë, me diagnozë shumë shpejtë, histopatologjike, me trajtim pas 2-3 vjetësh, sepse ky është edhe kancer që varet nga disa viruse, siç është HPV-ja dhe Epstein-Barri. Pas disa vjetësh bën recidiv, po flas 2-3 vjet, që është kohë relativisht e shkurtër. Zonjë e re, shumë e re, bën recidiv dhe nuk reagoi fare pas ndaj kimios, fare. Pacienta pastaj bën exitus. Do të thënë nuk është më. Pra, kemi 2 raste ku gjithçka shkoi shumë mirë, por nuk u shpëtua, dhe kemi një rast tjetër ku gjithçka, jo gjithçka, po që është shumë i vështirë si rast, shumë i vështirë për të trajtuar, për të ndjekur dhe pacienti është gjallë. Doktor, po tek fëmijët e vegjël, ju më treguat një rast një kontrolli që keni pas një fëmijë ku një etiketë e ka pasur dhe ju menjëherë keni asistuar dhe keni ndihmuar. A mbani mend një rast specifik në karrierën tuaj me fëmijët? Gjithmonë te fëmijët e vegjël është shumë specifike, shumë e vështirë, shumë emocionale, le të themi problematikat që ata kanë sidomos në urgjencë. A kujtoni një rast që mund ta ndani me ne në karrierën tuaj në fëmijët e vegjël kryesisht rastet që janë më emergjente, më të mëdha, në sferën ORL, me të fjalë, janë trupat e ujë. Dhe kryesisht ata në bronk. Raste ka pafund. Shqipëria për numër popullate që ka një numër të jashtëzakonshëm trupash të huaj, të jashtëzakonshëm. Po flasim jemi në, do të them dhe një rast tjetër, pastaj që po ma kujtoj që ishte nisur për onkologjik dhe doli gjë tjetër, që ka të bëjë me fëmijët. Raste kështu ka sa duash. Ka pafund. Për shembull, i thash atë rastin që ishte para 2-3 javësh, u po flisim përpara. Ishte një fëmijë që i kishte ngelur fasulja në bronk, fasulja ka diçka një specifik, trupat e huaj kanë një specifik që janë organik ose organik.
Ato jo organike të përjashton një trup perforativ në gjylpër, që ka qenë një rast goxha i vështirë. Ose ndonjë bateri që ka të le 4-6 orë kohë, sepse pastaj shkrin dhe djeg. Nuk ka një rrezik të madh, përveç nëse bllokojnë komplet. Por trupat organik ndahen në dy lloje që janë vajore edhe ujore. Farat ujore kanë veçorinë që zmadhohen, fryen, dhe tipike është fasulja. Pra fasulja nëse shkon mushkri, për 3-4 orë fryet. Së është afat, thuj, fasulja e pagatuar. Edhe fryet edhe bllokon komplet mushkrin. Dhe ishte rasti para 2-3 javësh, ku na njoftuan, dhe po ja shpjegoja gocës time, që është e vogël. Që i thash për këtë rast u përfshin, po shpjegoja praktikisht sistemi shëndetësor dhe jetën e njeriu se ç'është. Për këtë rast i thash u përfshin 20 veta. U përfshin një helikopter. 2 ambulanca që kanë çuar helikopterit. Pra do llogarisim 2 pilot, 2 shoferë ambulance, mjekët që kanë qenë atje, radiologu që ka qenë atje, 2 animatorë që janë në spital, që i thrita unë, sepse është rast shumë i vështirë. 2 infermiere, sepse nuk ishte orar pune, ishte orar pas pune, që e prisin pacientin në spital dhe pacienti ka ardhur vetëm me babain nga helikopteri dhe ka hyrë në sallë. Nëna ishte si ardhur akoma. Dhe sigurisht që ka i stres që nuk e ke iden. Fatmirësisht gjithçka eci mirë dhe i shpjegova gocës. Gjithë kjo punë që u bë, pra ku u përfshin gjithë ato njerëz, u përfshin gjithë ato resurse, po themi, gjithë ato energji, është jashtëzakonisht e vogël me vlerën që ka i fëmijë. Pra ajo që ai ofron shoqërisë. Kontributi që ai do japë. Kontributi në kohë që ai do japë për shoqërinë. Ai fëmijë mund të shkencëtar. Ai fëmijë mund të bëhet mekanik, skranci, hidraulik, por ai do japi kontribut mbrapa shoqërisë. Do jap kontribut mbrapa prindërve vet. Dhe sigurisht jeta është dhe sigurisht do jeta po, dhe sigurisht që gjithë këto njerëz që u përfshin tash gocës nuk janë asgjë fare, zero. Në krahasim me sa vlerë ka i fëmijë. Dhe ti mendo tani stresin që ke kur mendon këto gjëra. Sigurisht që në moment që ti fillon punën, dukesh i qetë. Kur mbaron punën, atëherë është stresi. Domethënë ke stresin përpara punës dhe pasi e mbaron procedurën. Kur shpëton pastaj, mund të shashe, mund të bësh, mund të bërtasësh. Nuk ka kur shpëton. Vetëm dhëra grosh, unë shava pastaj. Sham gjithë. Domethënë na stresojnë na bëri, po. Okej, po. Ja dolëm. Dhe mund të them edhe këtë gjë tjetër që fatmirësisht, dhe ky është fat. Asnjë fëmijë ose i rritur, të paktën në 15 vitet e fundit, që ka hyrë, do të them rastin e fundit, se tani sa në fillim, edhe ishte rast stresant, që ka hyrë në spital me këmbët e veta, sepse normalisht ka ndodhur që ka vdekur duke ngër buk, ka ngel mishi dhe ka vdekur në një vend, në restorant, siç është rast para 2 vjetësh që shpotoi kamarieri me Heimlich. Por çdo rast që ka hyrë ka dalë i shëndosh. Nuk ka vdekur absolutisht asnjë vdekje. Dhe në rastet që kjo është absurde për Shqipërinë, s'ma besojnë as vetë kirurgët që kanë bërë operacione. Dhe në rastin kur kanë bërë perforacione ezofagu, që ka i vdekshmëri, se bën metastinë, ka vdekshmëri diku 8%, asnjë nuk ka vdekur. Që kanë bërë vetë kirurgët, se bëhet perforacioni nga trupi juaj i ezofagut, shkon dhe rasti i fundit që po them që e kemi çuar jashtë, ka qenë një fëmijë 9 muajsh, ka vite, ka shumë vite. Nuk mbahet më të shkaqen ministër, sepse ndërhyrjet e ministri. Jo për të ndihmuar fëmin. Ka qenë dhe ishte i paramand, se i kishin vënë një nusk atij fëmis. Dhe fëmia kishte ngrënë paramand, dhe paramanda kishte hyrë në trake dhe ishte hapur kështu. Pra ti nuk e nxjerrë dot, se nga ezofagu kemi nxjerrë. Edhe kështu. Dhe nuk e tar, nëse ti e tërheq ajo ngulet tash. Ajo ngulet po. Dhe tentuam 3 mjek në momente ndryshme. Dhe pastaj vendosëm, folëm në Milano më duket. Do ta çonte shteti. Shumë bukur, bëra letrat gati unë. Fëmia nuk ishte regjistruar në gjendje civile. Pra fëmia nuk ekzistonte. Nuk kishte pasaport, nuk ishte asgjë. Më duket nuk e mbaj më të shaqen ministri, ndërhyri ministri dhe u bë regjistrimi, doli për pasaporta për 3 ditë.
Brenda 3 ditësh që njoftuam neve, fëmia ishte me pasaport. I bëm letrat, hypin avion iku atje. Dhe hyrin sallat e tuan në rrugë endoskopike, siç e bëjmë neve, pra nuk kurse heqim dot, nuk heqim dot. Pastaj bëni torakotomi dhe unë rastësisht ishte koha kur kishim italionin dhe shikonim në televizor dhe shoh në lajmet e RT4-s që ishte bërë një operacion 5 orë me një fëmijë nga Shqipëria. Që ishin hap pastaj mushkrinja, kishin hapur traken e kërkon rekonstruktime. Edhe që se ishte edhe fëmia i vogël. Dhe ky është rasti i fundit që neve po them nuk e kemi bërë dot, po edhe fëmia është gjallë. Në fakt, doktor, është se vlen të përmendim që të japim mesazh për kujdesin e madh që duhet të kenë prindërit, sidomos me fëmijët, për shkak të situatave të tilla që duken në dukjen qesharake dhe të shmangshme, por që kanë tilla pasoja. Unë jo më larg se para shumë pak kohësh pata një kontakt me një paciente e cila vjen paraqitet për problematik tjetër, në fakt edhe në bisedë sipër më tregon se si fëmijës vet në bajame të cilat i kishte të inflamuara, në mënyrë të vazhdueshme pas sterilitet me duart e veta, i fuste duart, e bënte shtrydhjen si pasaj të bajames, edhe sigurisht fëmia si pasaj ishte shumë mirë. Në fakt me recidiva të vazhdueshme infeksionit që tashmë vjen edhe shtohet, dhe ka një moment që duhet dhënë edhe një mesazh në raste të tilla që ju i dini më mirë dhe keni shumë raste të tilla për të treguar që shikoj duhet patur kujdes, duhet patur një vëmendje e madhe sidomos me fëmijët. Ajo shtrydhja bajameve është një gjë që ka ngelur kur s'ka pas mjekësi. Ato shtrydhjet. Ato nuk janë, ai nuk është fare qelb. Ka dinë dhe mjekët që është qelb. Probabilisht nuk është fare qelb. Është fibrin, nga procesi inflamator. Shtrydhja bën një gjë tjetër shumë të keqe, që ti ose me gisht, me laps, çfarë dëgjojmë. Që ti infeksionin që ka brenda bajamja, se bajamja është infektuar. Atë detyrë ka bajamja te fëmijët. Absolut. Dakor, ti infektohet. Bajamja është dera që kap mikrobin dhe mban aty dhe i njeh organizmin me mikrobin kur është i vogël. Dhe kur ky bëhet burr, kur të vi prapa ai mikrobi, është roja pra, e njeh edhe sulmon më njëherë. Por infektohen sepse atë punë kanë. Edhe shtrydhin bajame dhe del qelbi jashtë nga pjesa muskujve. Dhe unë bëra para një jave kisha një fëmijë që në një rënang kishte një absces që nuk e di, nuk ishte fëmijë, domethënë ishte një 14 vjet, adoleshente. Do të dy anë kishte praktikisht, po në një rënang ishte një absces që kur plasi qelbi, që ai absces mund të jetë pas aty 10 vjet. Pra është aktiv, qelb. Dhe ishte nga ana e muskujve. Pastaj mund të bëjnë edhe komplikacione, absces peritonsilar, absces qafe, që pastaj zbret poshtë etj. Por fëmijët i ruzoti. Dakor? Doktor, në gjithë të karrierë të pasur, keni pas një moment që jeni gjendur përpara një vështirësie të madhe ku keni menduar, ok, do bëj një hap pas. Ju ka shkuar ndonjëherë në mendje, ndoshta për shkak të vështirësisë, ndoshta për shkak të një momenti të ngarkuar? Absolutisht po. Kjo ndodh shumë gjëra. Dakor? Do dhe për gjëra thjeshta fare që ti shkon pi kafe me i vend dhe zihen sa aty ti do zdobi më këtu. Profesioni i mjekut është pjesë integrale e jetës ti. Edhe pa shkputshme. Dhe ti këto episode i ke shumë shpeshta. Edhe thua jo nuk do ta bëjmë, ka pas raste. Jo një, mira. Por pastaj ka dhe mira raste tjera që ty të nxisin që ta bësh atë punë. Sepse nuk ka gjë më të bukur se sa unë kam pas shef mjekësinë që 60 vjeç. Dhe mbahet me një episod ka qenë diku se po dal pak nga tema. Spitali QST-ja ka qenë shumë ndryshe. Domethënë urgjenca ka qenë kur futesh, po flas në kohë të sistemit kaluar. Kur futesh nga te dera që futesh nga onkologjiku, kanë qenë 2 baraka të vjetra anash, njëra ka qenë urgjenca dhe unë kisha u vrava dhe shkova mjekova. Shkoja vetë. Edhe mjekon infermierja, unë mjekova ditën e parë, mjekova ditën e dytë, ditën e tretë thamë jo mjekova vetë më thamu. Isha i vogël 7 vjeç. 8 vjeç, se mbaj më mirë. Dhe që atëherë u dashurova me mjekësinë.
Edhe, do më thëmë, po bëra doktori vetës. Edhe realisht, mjekësia është i gjë që është e bukur ta mësosh. Do më thënë, që në fillim, unë them, s'kanci, po, do më të lexosh për mjekësinë, do më thënë, trupi njeriu nuk ka fund. Është i gjë magjike që, se si funksionon është jashtëzakonisht magjike. Pra të lexosh është e bukur, pra të mësosh bësh mjek është e bukur. Pas e ti me këte bagazh që ke, sa mund ta kesh? Do fillosh të punosh. Edhe këte bagazh e zgjeron akoma më shumë. Se vetëm sindromat e smund me emrin e autorit nuk mbarojnë. Do thënë, po themi Morbus Hodgkin, ai jo Hodgkin, edhe ai ka një emër, po i kisha aq të gjatë emrin se s'ia vinin dot së madhe më njëri. Nuk mbarojnë. Dhe momentet e bukura nuk mbarojnë. A ka stres, ka sa duash. A është e lehtë jesh mjek në Shqipëri? Në syrin dhe në prizmin tënd gjithmonë. Nga ana emocionale është më e vështirë. Nga ana emocionale. Pse? Sepse jashtë përgjithsisht vende zhvilluara dhe kjo e pengon mjekun me punën e vet. Realisht mirë. Është një term që quhet self-governance, vetë qeverisja e mjekut, që ka monitoring nga jashtë, ka bëj bazë shkencore kudo bazohet dhe pastaj vendos vet. Kjo është kufizuar shumë jashtë. Pra ti do bësh, ke filan diagnozë do bësh 1, 2, 3, 4, 5 hapa. Ti mund ta dish shumë mirë që një nga këto hapa është gabim. Por që ti ta ndryshosh te duhet çosh X raste, bëhet review-ja, rishikimi dhe pastaj mund ndryshoj ky hap pas 10 vitesh. Dhe kjo bën më të lehtë nga ana emocionale. Sepse ti thaj mjeku që është atje, thotë unë vura diagnozën, diagnoza është e qartë. Unë bëra mjekimin sipas protokollit dhe në fund fare shkoj kështu. Dakor? Nga kjo anë është më e lehtë nga ana e bërit punës, sepse puna është e bërë gja tashmë. Nga ana njerëzore është më e lehtë këtu, sepse ti ke mundësi që të komunikosh me pacientin. Qartë, ta sqarosh pacientin. Të kesh kontakt më të zgjatur me pacientin, pra ti pacientit mendon që ka këtë diagnozë, i jep mjekim dhe thua hajde për javë. Dhe pacienti vjen për javë, atje nuk vjen dot për javë. Dhe ti bën një veprim tjetër, edhe vjen prapë. Sqarohesh me pacientin dhe e ke më të qartë, atje as nuk sqarohesh. Nuk sigurisht. Në një pacient hospitalizuar në Amerikë, koha mesatare e vizitës së mjekut sot të hospitalizuar me pacient është 15 sekonda në ditë. 15 sekonda në ditë. Dhe tu mund të bësh muhabet një orë. Që të rri dhe pyet si. Dakor? Kështu që ka disa gjëra që janë më të lehta, por po flas nga ana e lirisë, nga ana njerëzore që ti je me njerëzit e tu, se është ndryshe ta bësh me shqiptar, ndryshe me një tjetër. Patjetër ndikon shumë. Dhe ka gjëra më të vështira ku pastaj ti duhet ke më shumë përgjegjësi për veten sepse s'ke këto protokollet e këto gjërat që s'ke gjithë mund të mos kesh gjithë pajisjet. Jo se i kanë çdo spital në Gjermani gjithë pajisjet, jo. Po mund të kesh një mjek që është për shembull edhe në Shqipëri që është në një qytet. Po ta Kuksi ka skandër, po themi një qytet tjetër, nuk ka gjithë pajisjet. Ose mjek që është në fshat nuk ka asgjë. Thonë, kështu që them është më lehtë, ka pozitivet e veta, ka negativet e veta. A do zgjidhja unë të bëja mjekun jashtë? A do të zgjidhja të bëja mjekun në ndonjë vend? Më përpara kam menduar, tani nuk e mendoj më. Domethënë nëse do ta zgjidhja të bëja mjekun, do ta zgjidhja të bëja mjekun sigurisht duke folur me kolegët që kemi jashtë. Duket e habitshme, po Meksika ndoshta. Do thëja Meksika sepse Meksika ka të njëjtat, është më gjatë avancuar, po flasim, është sepse duket qenë që ka komshia Amerikën normalisht është e avancuar. Por ndërkohë ka atë pjesën tjetër që kemi dhe neve, që ka dhe lirinë, që ti të bësh punën edhe nëse do dalësh nga protokolli. Pra pajisjet i kanë të gjitha, teknologjitë kanë të gjithën, dhe pastaj duhet që se janë të latin, kanë dhe stilin e jetës. Po kanë dhe stilin e jetës, nëse do zgjidhja për mjeksi po flas. Por në Europë, jo, ndoshta në Europë do i ofrohesha më shumë, do thëja më shumë Franca. Gjithmonë jo para Shqipërisë. Franca për shkak të sistemit shëndetësor që ka ndryshe nga të tjerë. Doktor, çfarë të trishton më shumë në përditshmërinë tonë, në realitetin që na rrethon? Lidhje me profesion apo lidhje me realitetin? Në lidhje me realitetin, në lidhje më shumë me pjesën njerëzore, tek vlerat njerëzore, çfarë të shqetëson, çfarë të trishton? Mjafton të lexosh to forumet e turistave në Shqipëri.
Shkojnë turistave deri para 2-3 vjetësh, thonë edhe vjet, thonë jo, po janë njerëz kështu, janë njerëz shumë mikpritës. Tani po thonë jo, po janë aq mikpritës. Pra sigurisht turistënia që vjen nga jashtë bën që ti të ndryshosh në bërë si ai që shikon. Dhe shqiptari realisht është njeri shumë njeri i nxehtë, si për mirë si për keq. Dhe dikur neve ndihmonim njëri tjetrin shumë. Pra, po themi ajo filxhani sheqerit te komshiu është thelbi, sot shkon do te komshiu kaq. Pra njerëzit po bëhen më shumë perëndimor. Po bëhen më të ftohtë. Altruizmi është duke shkuar duke bëhen më të ftohtë. Edhe po bëhen edhe fatkeqësisht brezëri dhe më pa edukat. Dhe gjë që më trishton më shumë është brezëri pa edukat dhe jo fort i shkolluar. Unë fëmijëve të mi u themi që po të lexoni, po të mësoni, bëni çfarë doni juve. Çfarë doni. Domethënë, mjafton bëni një gjë që të jepni diçka vetes edhe vendit. Po të lexoni, po të mësoni, bëni çfarë të doni. Domethënë keni lirinë nëse fëmia i mëson dhe shkon atje për të zgjedhur shkollën dhe thotë unë do bëjmë antropolog. Bëu. Ke punu për këtë ditë, edhe e zgjedh vetë se çfarë do bësh. Që është po themi antropologjia është një gjë koptë. As nuk ka fare në Shqipëri. Dhe gjëja e dytë që u them është që edukata nuk kushton asgjë. Të dyja këto kanë humbur të brezëri dhe kjo më trishton më shumë. Dhe edukatën e shohim nëpër rrugë. S'po flasim për këto gjërat e tjera. Për çfarë përdorin. Dhe dyta thash që nuk po lexojnë më, nuk po mësojnë më. Edhe ky është shumë i keq, por është edhe shumë i mirë. Sepse informacioni që ta jep ky nuk ta jep asgjë. Unë po lexoja para një jave, lexova një libër që isha lexuar fëmijëri. Të Daniel Defoe është i libër Robinson Crusoe, shumë i njohur. E lexova librin origjinal. Ishte 270 faqe. Mund të shdytë ta lexoja. Dhe në fund fare kuptova që ai libri është një video sot 30 minuta në YouTube. Jo pikërisht libri. Por ajo që bënte ai, si ndërtonte diçka, si mbijetonte në një video survival i mbijetesës sa duar sot në YouTube. Por ai 2 ditë që më desh më ta lexoja, sigurisht që më zhdevirse trurin, më rriti fantazinë, më bëri shumë gjëra të tjera, nuk vinda gjëra të gatshme. Por edhe nëse do ti marrësh gatshme, lexoj studim të gatshëm në internet. Diçka që të ketë vlerë. Që të ketë vlerë. Lexoj studim të gatshëm në internet. Që dhe sot kemi vajt në një pikë. Sot që nëse ti do të lexosh studim në internet, do të kërkosh 10 dhe njëri është tamam. Patjetër. Dakor, kjo më trishton. Në fakt ardhmja rinia. Në fakt në vijim të kësaj, domethënë ne të dy jemi pedagogë dhe e kemi shembullin e qartë se si në vite ka ndryshuar qasja që kanë studentët tanë që janë studentët ndër më të mirët në shkencat mjekësore dhe realisht qasja që kanë të rinjt ndaj edukimit në tërësi është shumë ndryshe se çka qenë dhe pa diskutim që ka ndikuar shumë faktorë përfshi këtu dhe telefonin. Unë doja të të pyesja si është raporti juaj me studentët, me procesin e mësimdhënies, me këtë informacion të jetës zgjeruar që ju keni profesional dhe a e gjen veten të lehtë për t'ia përcjell këtë brezit të studentëve apo jo? Pyete për dekurajimin, çfarë dekurajimi në gjot. Dekurajimi më i madh është kur ti pundohesh edhe ato edhe dikush nuk është interesuar. Ky është dekurajimi më i madh. Nuk ka më shumë se kaq. Pra ti hedh dhe ti nuk merr, pastaj ti dekurajohesh. Me studentët mundohem që t'ua bëj sa më interesant. A ka student mirë? Ka. A ka potencialisht ardhmë në Shqipëri? Ka. Për këtë e them pa diskutim. A ka student këqij? Ka. Kudo në çdo vend ka. Vetëm problemi është që studenti i keq në Shqipëri nuk skualifikohet gjatë procesit shkollës. Po, është vërtet. Pra duhet të ketë një mënyrë që të skualifikosh. Futet 360 veta mjekësi, që është një numër shumë i madh. Unë kam qenë 140. 450 ka shkuar, mos gabohem. Tani. Po. Këtë vit. Se unë nga gjap në vitin 6 edhe jam 6 vjet më rapa. Nuk e futu 450, nxirr 300, nxirr 250. Pra në Brestim kemi qenë 140.
tani janë 450. Pa futur privatin, për estim s'ka pas privat, dikur s'ka pas privat. Pra po themi, dalin 600 mjek, nuk mund është profesion i rregulluar. Kam qenë kur është bërë ligji profesionet rregulluar, profesioneve të rregulluara kam qenë pjesë e stafit që është marrë me ligjin. Profesionet rregulluara janë ato profesione që siç është mjeku, inxhinieri, arkitekti, juristi e tjerë. Ti nuk mund të kesh në një vend me 1 milion banor, nuk mund të kesh 500.000 jurista. Sigurisht ka një sigurisht ka një numër profesione rregulluar. Pra është profesione rregulluar. Dhe mjekët nuk mund të kesh, nuk mund të jeri 600.000. Futi 600, nuk thot asnjë ti futesh. Po seleksionoj rrugës. Jemi në pikën ku seleksionojmë vetë. Pra unë them jam në vit 6, unë kam raste kur ka 15 veta grupi dhe njëri nuk ka ardhur, thonë ata që në vit 3. Dhe ai është prap atje në listë. Në regjistër është ai që s'ka ardhur që vit 3. Por po hiqet disa ky ka ndarë mendjen. Përse s'ka ardhur ka 4 vjet, e ka ndarë mendjen që nuk do vi. E kuptoj. Edhe ai nuk seleksionohet. Pra ti sigurisht që ka student mirë sa duash, ka student mrekullueshëm. Të mrekullueshëm. Dhe për ata ti të mundosh t'u japësh sa më shumë. Mundosh të tregosh të raste që diskuton bashkë, raste të tjera, të tregosh foto, të tregosh imazhe, se imazhi është një gjë tjetër. Por, do të shohim. Doktor, në raport me jetën tuaj të përditshme tashmë, a keni të lehtë ta ekuilibroni jetën tuaj si profesionist me gjithë ngarkesën që t'jep kirurgjia dhe jo vetëm, me pjesën e jetës familjare dhe po themi kohës lirë që ju keni? E kam pasur shumë të vështirë. Domethënë, po flas që për një moment kam bërë diku te bëja dhe 10 orë në muaj. Ka dhe mjek që kam bërë 15 që njoh. Pra praktikisht në spital gjithkohës. Po, sepse ku leroj ndorish deri në 12-1 drekës. Dhe bile kam pas shumë një bebe dhe unë rria 10 ditë spital. Unë rritë gruaja. Nuk ka thënë e shkreta asnjë fjalë. Që pse je në spital, pse kështu ashtu. Por me kalimin e kohës fillon edhe kupton që të jesh një mjek i mirë, duhet të jesh edhe një familjar i mirë. Këto dy gjëra shkojnë bashkë. Unë nganjëherë u them edhe kolegëve të mi që nganjëherë harrojnë familjen, që familja është e rëndësishme. Dhe koha për veten është e rëndësishme. Koha që duhet marr personi për veten është e rëndësishme. Kështu që mendoj që me çik stres, me të drejtën, me çik stres kohe, sepse nuk do të del koha. Kam arritur deri diku të gjej fare ekuilibri. Nëse do isha jashtë, do të ishte ekuilibri më i mirë. Po themi, nëse më pyet, po tani më pyetën më parë. Po, sepse aty mbarojnë punë X orë dhe pastaj nuk ka më punë. Dhe cili është raporti juaj në gjithë ngarkesë që keni me telefonin? Është problemi numër 1 i gjithë mjekëve raporti me telefonin? Raport shumë i keq. Sepse sigurisht që na ndihmon, sepse flet me pacientët, thotë pacientët kanë këto problem, nis një foto, e shikon, e bën, e kthen, WhatsApp-i t'jep mënyrë mesazhet, t'japi mënyrë që të përgjigjesh më vonë. Por nganjëherë bëhet shumë e bezdishme. Por ka diçka. Që nëse se hap telefonin 3-4 ditë, pastaj fillon bie. Ka dhe jo menaxhim. Fillon bie. Por problemi është, a kemi 3-4 ditë kohë? Gjithmonë është e vështirë për të gjetur 3-4 ditë kohë. Edhe ky është problemi. Doktor, në raport me prindërit tuaj, gjithmonë kemi këshilla, kemi fjalë turta, kemi të tillë fraza që i kemi edhe deri diku qëllime, leitmotive në jetën tonë. A ka diçka që ju jetoni me atë frazë, me atë koment, me atë këshill që ju ka dhënë prindërit tuaj? Unë duhet t'i bëj domethënë mua di për falënderit prindërve të mi, sepse kanë qenë në një kohë që nuk ishte ashtu koha, kanë qenë jashtëzakonisht liberal. Jashtëzakonisht liberal. Pra unë isha i vogël edhe isha situatë më e sigurt, po flas. Nuk kam qenë i vogël, nuk ndodhte gjë në Tiranë. Domethënë nuk ndodhte grabitje, vjedhje, aksident, s'kisha makinë. Por më kanë qenë i lirë. Tani jemi në një kohë që është shumë e vështirë që t'i lësh fëmijët të jenë të lirë. Por sado që t'jetë e mundur, ndoshta liria e fëmisë në kornizën
të abuzimit, sepse e rregullt. Ndoshta kjo do ishte një gjë shumë e rëndësishme. Sigurisht liria e monitoruar me kohët e sotme do ishte shumë e rëndësishme. Do më dëgjoj gruaja do thotë pse gënjen. Sepse mundohem të kontrolloj kalamajt sa më shumë. Por në atë time mundohem do të shkosh filan vend të shko. Njoftoj që shkove, njoftoj që erdhe. Janë këto gjëra kështu. Doktor, kam një pyetje që në fakt kam kuriozitet lart personal për ta ditur, por sigurisht mendoj që është interesante. Kirurgët, unë personalisht nuk e konceptoj dot një kirurg që të ketë një vështirësi të lartë operatore, siç salla është gjithmonë me të papritura, dhe të mos besoj dhe tek një forcë tjetër përtej forcës personale për të çuar diçka përpara. Dhe pyetja për ju është, a besoni në Zot dhe a jepni shpjegime situatave që në gjykimin tuaj janë vërtet habitshme, në një gjë që ka shkuar perfekt, në fakt nuk ka pas atë rrugë dhe thua okay, jemi në dorë të Zotit. Është ajo që the ti po. Domethënë në Zot në një entitet tjetër, në te fati, po. A besoj po. Diçka që del përtej asaj që ne mendojmë që Po. Ka një shprehje që fantazia njerëzore nuk mund asnjëherë të arrijë realitetin. Dhe njerëzor, dhe realiteti njerëzor. Pra, çdo që të mendosh të gjën më absurde për një njeri, dije që ka ndodhur vërtet. Dhe më keq se aq. Pra, dhe numri i koincidencave është aq i madh sa ndodhe mirë, ndodhe keq. Ka disa raste që madje shef në filma ti hecën dhe bën gjithë ai shile. Dhe semaforët. Dhe ka pacientë që janë shumë keq që bën gjithçka. Po them një rast, ishte një paciente nuk ka një vit që s'e kanë takuar. Nuk besoj se është mirë. Vjen para 10-12 vjetësh, vjen me kancer nazofaringu. Duam pirse femër. Duam pirse alkol, pintet alkol. Duam po flasin 3 paketa. Vjen me kancer që nuk është shumë i varur nga duani. Shërohet. Se kaloi ato kohë që quhet e shëruar, pra. Nuk ka bërë recidiv deri sot, deri para një viti. Pas ka 5 vjetësh vjen një kancer tjetër. Të laringut. Shërohet. Vazhdon të cigaren. Po të lutem lëre cigaren. Nuk është se dhe para një viti, dhe pas 10-12 vitesh nuk e bëjmë më mirë, bën një kancer pulmoni që është shumë i vështirë për të menaxhu. Pra domethënë kishte i tha Zoti 3 herë. 2 herë. 2 herë i tha bëj një zgjidhje tjetër të situatës tjetër. Ja, kjo është tamam, domethënë tani ai ka thënë Zoti që unë Zotin quaj trupi njerëzor. Domethënë të krijosh një gjë që vështirë bota ka shumë lloj kafshë, shumë ndryshme. Ka kafshë për prodhojnë elektricitet. Bën korrent me voltazh lart. Ka lloj kafshë që shohin natën, shohin ditën, zhyten thellësi, fluturojnë lart. Por trupi njerëzor, po ta njohësh është një gjë që është fantastike, është shumë e vështirë që të jetë koincidencë. Domethënë shumë e vështirë që trupi njerëzor të jetë evolucion, sigurisht, edhe Darwinin e besojmë. Mund të jetë evolucion, mund të jetë koincidencë fatlum, disa mira koincidenca fatlume njëra pas tjetrës. Por është e vështirë gjithsesi. Është shumë e vështirë. Edhe aty fillon mendon ti jemi evolucion apo jemi prodhuar? Doktor, cili është qëllimi që i keni vendosur vetes si mjek, si profesionist në raport me pacientët? Qëllimi juaj primar në jetën tuaj profesionale? Të jem gjithmonë i sinqert në çdo lloj në çfarë lloj drejtimi. Dakor, mos më qenë shumë tafmaqar. Kjo ka bënë neve, pastaj si mjek, por të jemi sinqert. Domethënë, kur pacienti ka këtë patologji, do ja them atë patologji, nuk do i them, është betimi i Hipokratit. Betimi i Hipokratit, ai është shumë i thjeshtë. Merë lexoje edhe është. Nuk do ta përdor mjekësinë për të përfituar vetë. Nuk do ta përdor mjekësinë për të bërë keq. Dakor. Dhe këto gjëra që diskutojmë neve, që diskutojmë tu, deri në një farë mënyrë, dalin nga sepse unë do ta diskutoj një rast klinik
sepse ai pacienti di shumë mirë kush është si pacient. Kupton? Po tjerë nuk e din dhe sigurisht që kjo ngelet në kuadër të anonimitetit. Dhe sigurisht në traditën tonë, doktor, kemi kemi nevojë që të dëgjojmë për jush një këshill drejtuar të rinjve në tërësitë shoqërisë tonë, asaj shtrese vitale që është pa diskutim e ardhme e vendit tonë. Cila është këshilla? Më kujtove të rinjt, do them edhe një rast tjetër. Okej. Që ishte një rast që sepse më kujtuan ishte një rast, ishte një djalë 14 vjeç nga Tropoja. Edhe ishte shtruar në spital për dyshoshte për në bazë të radiologjisë, klinikës e gjithçka, nuk ishte pacientim, dyshoshte për një angiofibrom juvenile, që është një tumor i nazofaringut te fëmijët te meshkujt në adoleshencë, tumor hormonal. Gjithçka shkonte. Do të themi rast ku ti mendon që është gjithsesi është mjekësia. Dhe unë i sharoja. Edhe më thot mua infermieri, hajde se ka gjak ky pacienti. Të nesërmen do marrësh biopsi të pacientit. Edhe unë shkoj lart, shoh një koagul në hund, bëj ta kap koagula më hikën. Një gjak të mpiksur, më hikën. Por nuk i qe ikje natyrale. Si që shketis një koagul, që ikje sikur muskulore. Pra u tërhoq. Mund ishte një lloj mënyre që nuk. Dhe unë shkoj marrë një pincë kirurgjikale, që është me dhëmbza dhe kapate, se po nxirret edhe gjaka. E kap edhe nxjerr jashtë. Ishte thënë në hund. E doli një shushunjë. Shushunja lëvizte kështu ndërkohë se kisha kapur unë, dhe lëvizte rinjtë drejt. Unë s'kisha parë në shushuj në jetë time asnjëherë. Është era parë. Edhe e fundit nuket, përveç televizorit dhe internet. Por çfarë është kjo shushuj? Edhe e fëmia pra ishte futur, ishte larë në lumë, kishte hyrë. Kur lexuam literaturë pasaj kishte ndodhur shpesh në vende si India, ku lanë për të lumit e pistë. Duhet të rrit, duhet të me kalamoj tani se ka kaluar. Ka ishte 14 duhet të 30. Edhe kjo është mjekësia, domethënë që ti është e habitshme. Prandaj fëmijë ku shpit nesër, fëmia s'pati asnjë problemi, shqyrës kisha asgjë. Çfarë do të them trinve sot, u thash se do të them trinve. Qofse lexojnë bë më të mirët për gjithçka. Edhe ne kemi prova që dhe një fëmijë më thonë sa autik. Edhe që është Elon Musk. Elon Musk është Asperger's, është i spektrit autik. E mora si shembull. Dhe një fëmijë që nuk dëgjon. Beethoveni. Dakor? Etj. Mund të bëhet më i mirë në diçka. Po të ketë punë. Nuk është, sidomos, qefi momentit është qefi momentit, prandaj kam i qefi momentit. Nuk ka zjata aq sa zjata dhe pasaj dhe në pasojë kam brapa. Pra të bëj një jetë sa më të kujdesshme, sporti, të lexojmë sa më shumë, të mësojmë sa më shumë. Njohuria që informacioni, pra shtetet që janë të zhvilluara, kanë shërbim sekret të jashtëzakonshëm. Pse? Sepse të nëse ti merr informacion, bën një zgjedhje të mirë informuar dhe zgjedhje mirë. Kjo gjë është edhe për jetën. Nëse fëmia është informuar mirë, ka mësuar mirë, ka provuar dhe gjëra. Se një fëmijë mund të shkojë të provojë hidraulikun me një provë kamarierin. Nuk ka asnjë lloj të keq, si gjë të keqe. Trim brapa një njeriu mjeku, një punë normale të zakonshme. IT-e, kompjuteri. Por rëndësi ka që kur të vi momenti për të zgjedhur, ata të jenë përgatitur për të bërë zgjedhjen e tyre. Okej? Që do thotë që investimi tek vetja është një ndër armët më të mira që një njeri mund të bëjë dhe një ndër pikat më të forta për të bërë dikush në jetë. Absolutisht, dhe jo vetëm te investimi te jeta, por investimi i shtetit te njeriu. Sepse nuk është vetëm vetja, janë dhe shkollat sot. Dhe shkolla duhet të diskutojmë. Është proces kompleks me shumë aktorë në mes. Është dhe Shqipëria ka njerëz
Ka njerëz inteligjent, është provuar. Domethënë jemi popull i vogël dhe mua nuk do më shkonte asnjëherë në mendje, asnjë shqiptar nuk do i shkonte asnjëherë në mendje që për autoritetin kryesor në botë për inteligjencë artificiale është shqiptare. Po ta pyesin neve, që do na thonin para 10 vitesh që do ketë inteligjencë artificiale, që ti do e pyesësh, do të thëj përgjigje, do bëj gjërat vet. Do inteligjencë artificiale është kjo, që ti ke një dron që fluturon dhe ai skanon njëkohësisht 150, 200 individ dhe zgjedh atë që duhet që i kanë thënë të kërkoj. Po. Kupton? Dhe autoriteti i kësaj është shqiptar. Që është Mira Murati. Po. Dhe në çdo fush, në Amerikë ka kardiokirurg shqiptar, në neurokirurg shqiptar, në Europë ke të gjithë. Ke sa duash. Karl Gega, që është, domethënë nëse llogaris shilinga austriake ka pas Karl Gegën 20 shilingëshja ka pas Karl Gega është i shqiptar që është i lindur në fakt Shkodran, i lindur në Venedik, se Venediku ka qenë Shkodra që pjesë e Venedikut. Po ai ndërtoi Austrinë, ato kanë bankon në kartmonedhe vet. Pra, sigurisht që Shqipëria ka dhe është gjynaf që të humbasin kohë shqiptarët. Gjynaf që të merren të merren me drogë njerëz që nëse do ishin fut shkollës, unë jam shumë i sigurt që do ishin bërë më suksesshëm. Absolut. Është një opinion. Doktor, unë të falenderoj shumë për bisedën e këndshme. Ka qenë një bisedë shumë interesante. Kemi ndarë opinione dhe raste klinike dhe mendime të cilat janë absolutisht shumë interesante dhe nevojshme qytetarët. Ndaj të falenderoj për unë kisha shumë kënaqësi që të flisja me një koleg, sepse zakonisht jemi mësuar dhe bën intervista me gazetar, me një kolegësh komplet ndryshe. Të falenderoj shumë. Faleminderit juve. Duke ju falenderuar të gjithëve për vëmendjen tuaj, do të shihemi si çdo të mërkurë në ora 18 në podcast me doktorin. Faleminderit.